Zona e Devollit po shndërrohet në një nga destinacionet më të preferuara për turizmin natyror në juglindje të Shqipërisë. Bukuritë e saj të paprekura, fshatrat piktoresk dhe sidomos ujvara e Sinicës kanë tërhequr një numër në rritje vizitorësh gjatë muajve të fundit. Sipas specialistes së turizmit në zonë, Elza Kodra, interesi është rritur ndjeshëm, veçanërisht gjatë fundjavave dhe me afrimin e sezonit turistik. Vizitorët rriqen jo vetëm nga bukuritë natyrore, por dhe nga mikpritja, gatimet tradicionale dhe mundësitë për ecje në natyrë. Atraksionet turistike të zonës së Devollit janë shumë, është shpella e trenit, ahishtja e Shën Konstantinit, Kuri i Cjapit, rezervati natyror i Cangonjit. Ujvara e Sinicës është një nga atraksionet turistike më të bukura në zonën e Devollit. Është rreth 25 metra e lartë, uji është i ftohtë, i pastër, është rrethuar nga pyje të dendur dhe shkëmbinj që e bën një ambient të qetë dhe piktoresk. Ky atraksion e ka kthyer zonën e Devollit dhe Devollin e sipër në një destinacion turistik të vizitueshëm. Kemi pasur shumë grupe guidjerësh të cilët e kanë vizituar dhe e kanë pëlqyer. Kemi pasur edhe grupe turistike të huaj, por edhe vizitorë shqiptar. Për muajt në vijim, pritshmëritë janë optimiste, pasi sezoni turistik pritet të sjellë më shumë vizitorë, sidomos nga vendet fshinje dhe diaspora shqiptare. Me potencialin që ka, Devolli pritet të kthehet në një nga pikat më të rëndësishme për turizmin alternativ në Shqipëri gjatë sezonit të ardhshëm.